Ti është shumë i zhvilluar dhe e ka shumë të lehtë për t'i kapur këto gjërat comprehensive. Më bën krenare fakti për shembull që Akira, ashtu si babai im, mund të shkruaj dhe të vizatojë me të dyja duart, pra edhe me të majtën edhe me të djathtën. Babai jot? Po, gjyshi qiri. Cila është ëndra jote më e madhe për Akiran? Ëndra ime për të. Të them të drejtën, unë kam dëshirë që ajo të ketë ëndrat e saj, po nëse do quaj ëndër, do doja shumë që Akira të ishte një aktore. Pra jo vetëm me famë shqiptare, po themi, po ndërkombëtare. 3 fjalë që e përshkruajnë Akiran. Është shumë e zgjuar, shumë me shkafët edhe shumë magnetike, të thoja. A ka diçka që ajo ta thotë që ty ta shkrin zemrën? Qa i thua mamit ti? Ha? Çfarë i thua mamit? Qa i thua mamit, moj? Ne kemi një gjuhë që e flasim bashk, edhe unë i bëj një pyetje, i them për shembull poço. Akira, do flasim pak bashk? Poço. Lyre këtë. Poço. Poço. Edhe sigurisht kur thot për shembull të kam zemër, të dua shumë, patjetër është një ndjesi që ti nuk mund ta marrësh nga asgjë tjetër, pavarësisht se janë fjalë shumë, po themi, shumë të zakonshme, nuk është asgjë speciale, por kur ta thot fëmia është shumë e veçantë. Mami ex. Cili është mësimi më i madh që Akira të ka dhënë ty? Përpara se unë të kisha Akirën, po themi kam qenë një njeri i cili isha shumë e fokusuar në punën time dhe në gjëra të cilat unë sot i shoh shumë të rëndomta. Ajo më ka bërë të kuptoj që çfarë ka vërtet rëndësi, edhe se themi kush është motivi apo arsyeja kryesore se vim në jetë, që të lëm njerëz pas, edhe më rëndësishme që ato njerëzit që lëm pas të jenë, po themi, njerëz të denjë dhe me integritet. A në ti vetë aktualisht me çfarë po merresh? Po, unë jam regjizore, punoj si freelance, edhe kam disa projekte që po merrem tani, përveç menaxhimit të Akirës. Zë karriera jote një vend të rëndësishëm, apo mund të themi që çdo gjë ka kaluar në plan të dytë dhe në plan të parë janë planet e Akirës tani? Duke qenë se unë dhe Akira jetojmë vetëm tani, patjetër që puna dhe karriera është shumë e rëndësishme, sepse si gjithë shqiptarët është burimi financiar dhe burimi i jetës, po themi, por do thoja që nuk është në plan të parë, aq sa që është Akira. Pra, menaxhimi i Akirës, rritja e saj, edukimi i saj, dhe kjo lidhet edhe me atë mësimin që mua më ka dhënë Akira, që më ka bërë të kuptoj që në mënyrë fundamentale familja është shumë më e rëndësishme se sa të gjithë të tjera. Faleminderit të dyjave që u bët pjesë e revistës Bordeaux. Faleminderit juve. Faleminderit Bordeaux.